Zotin Bloja, ju jeni një nga negociatorët e parë të nënshkrimit të marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund të na thoni si dhe kur nisën këto negociata? Po, është fjala në fakt për atë që quhet memorandumi i mirëkuptimit për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Data e saktë dihet tashmë është 15 marsi i vitit 1991. Është e tillë mahet mend sepse është një datë historike ku rifilluan ato marrëdhënie të shkputura në mes të dy vendeve. Zanafilla pyetet ju për fillimin e bisedimeve në New York, ku unë isha pjesë e ekipit që filluam këto bisedime dhe zhvilluam ato deri në fund. Ka pas shumë përpjekje nga Shtetet e Bashkuara për të rivendosur lidhjet me Shqipërinë në kohë, në momentet ndryshme. Unë mund kujtoj këtu nga ato të veçantat vitet 70 kur i ndjeri zoti Sokrat Plaka, ishte ambasador në Beograd dhe atje bisedohej për çështjen e Arit me Britaninë. Në ato momente është është thuhet edhe kjo çështje. Po ashtu ka pas edhe përpjekje të tjera, por tamam si thonë fillimi i këtyre që po merrte forcë nis mas 85-s, 86-s, kur shumë gjëra ndodhen në Shqipëri. Këtu do të çojmë në atë kohë vdekjen e udhëheqësit asaj kohe Enver Hoxha dhe të gjithë zhvillimet që ndodhen më pas në Shqipëri në kuadrin dhe atyre që po ndodhin në vendet e Evropës lindore. Vim tek New Yorku, kur dhe si filluan. Gjithmonë ka pas tentativa, shenja nga diplomatët amerikanë dhe këtu mund të theksoj përpjekjet, tentativa që i bëheshin ish ambasadorit ton atje, zotit Bashkim Pitarka, nga kolegët e tij amerikan. Këtu mund të përmend emra zotin Thomas Pikerin, që ishte përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në atë kohë. Mund të përmend zotin John Reed, të cilët gjithnjë jepnin shenja për këtë përpjekje. Por ajo që unë e quaj, dhe me këtë mendim është edhe zoti Pitarka, atë që mund të quajmë tentativën e parë të mirëfillt, është një kërkesë që i vjen zotit Pitarka për një takim me ish zëvendësekretarin e shtetit, që atëherë ishte zëvendësekretari i përgjithshëm në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Për të qenë saktë, unë do të lexoj emrin e tij, ishte zoti Ronald Spears. Ai ftoi për një drek zotin Pitarka dhe domosdoshmë dreka u pranu dhe shprehimisht i tha këto fjalë: jam gati të ndërmjetësoj në Departamentin e Shtetit për të zhvilluar bisedime për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, se me të qeshme thaj, unë i kam edhe dyert, edhe dritaret hapura në Departamentin e Shtetit. Pra, kjo ishte, mendoj unë, një pikë ktheset, domosdoshmë gjithnjë njoftohesh Tirana, qendra, si themi ne, Ministria e Jashtme për këto zhvillime. Këtu nuk duhet të mos përmend faktet që kishte dhe deklarata publike. Këtu mund të veçoj një deklaratë ish presidentit asaj kohe, zotit Alia, ku tha që Shqipëria, nëse duan, tha dhe përmendni Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Sovjetik të rivendosin marrëdhëniet me Shqipërinë, ne nuk shikojmë ndonjë pengesë. Kjo vinte mas i deklarate të një zyrtari tjetër të lartë amerikan, i cili
gjente rastin dhe deklaronte në zërin e Amerikës që Amerika nuk shikon asnjë pengesë për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Pra, ishte kriju shtrati, ishin kriju shkëmbimet e deklaratave publike për të filluar këto negociata. Dhe erdhi dita, domethënë, mas gjithë kësaj, na erdhi një njoftim nga Ministria e Jashtme, u ban kontaktet nëpërmjet misionit të Shteteve të Bashkuara në New York, pra ishim misioni jonë dhe misioni i Shteteve të Bashkuara, dhe u ra dakord për një datë. Dhe ajo ishte 1 maj i vitit 1990. Ne zgjodhëm të dy palët ran dakord domosdoshmë, Kombet e Bashkuara, serinë e Kombeve të Bashkuara, një sallë në ambientet e Këshillit të Sigurimit, për ta quajtur si vend asnjëans që mos ishte as te misioni jon, as te misioni amerikan, dhe nisëm bëm takimin e parë që pra hapi mundësinë për zhvillime të mëtejshme. Ato ishin 4 diplomat, zoti Thomas Pickering, nërkryesorët, ishte edhe një zëvendës sekretar shtetit, David Kramer, dhe 2 diplomat tjerë. Ne ishim 3, ishte zoti Pitarka, zoti Sazanbejo, që ishte sekretari i parë, dhe unë si këshilltari misionit. Pra, takimi ishte me të vërtet interesant për faktin se takoheshim për herë të parë në mënyrë zyrtare, dhe këtë do të bëj një koment vogël. Ne nuk na lejohesh si diplomat të shtrëngonim as durt me diplomatët amerikanë, me diplomatët rusë, me diplomatët izraelit, e ndonjë tjetër. Pra, kjo ishte diçka që ne nuk e banim në atë rast. Ne zyrtarisht u taku me to. Një takim shumë i ngrohtë, një takim që vendosi shinat e arritjes së memorandumit. Ne vendosëm që të kishte edhe një takim të dytë, shpejt bile, dhe u ban dhe takimi i dytë, u ban në Washington, ku u siglu dhe teksti i këtij memorandumi që unë po përmend si shumë se ky është dokumenti në fakt që pastaj këtu fillojnë problemet. Çfarë ndodhi ndërmjet kësaj kohe dhe pse ndodhi kjo shtyrje? Sipas një marrëveshje gentlemanësh që kishte rënë zoti Pickering me zotin Pitarka, që nga mesi i majit të bash një takim dhe të përshëndohej me nënshkrimin e memorandumit. Por ndodhi që zotin Pitarka e majtën 2 muaj në Shqipëri, Pitarka deri në 15 qershor qëndroi në Tiranë dhe në 15 erdhi në New York. Domosdoshmë kur erdhi në New York, ishte pak vonë dhe këtu nuk harroj një telefonat të menjëhershme nga ambasadori Pickering, i cili nuk e fshehu zëmrimin e tij, mund të them, dhe i tha, ne kishim rënë dakord që takoheshim me një herë nga maji, po megjithatë e kaloi me qeshme, do kemi kohë që të takohemi. Ky zëmrim amerikan, do të thoya unë, u shpreh edhe gjatë vizitës zotit Alia në Kombet e Bashkuara. Në Shqipëri ekzistonin 2 rrymë atë kohë. Ishte një rrymë për të vazhduar, që edhe ne mezi e priqim, ishte edhe një tjetër që po i quajmë skifteret e asaj kohe të politikës shqiptare, që kërkonin shtyrje dhe mundësisht atë që i themin e një baraspeshje në mes të Shteteve të Bashkuara dhe ish Bashkimit Sovjetik, pra 2 superfuqive, të bash në nënshkrimi rivendosja e marrëdhënieve në të njëjtën kohë.